Unë mendoj se puja edhe joja kanë dallim po me përqindje. Veni mundësive në Kosovë mund të themi që është me pozitivitet edhe me një përqindje pak më të madhe. Po sa ne dëshirojmë, varet edhe për fushave se ku don ose ku dëshiron të integrohesh, ose ku don të investosh më tepër. Është më tepër vendi mundësive të ne në Kosovë se në vende tjera për shkak të hierarkisë. Te ne në Kosovë mundesh në qoftë se je profesionist e do një fushë caktune edhe depërton ma letë. Përderisa në vendet evropiane, sikurse ne e paramendoj vendet evropiane, nuk është një kopsht me lule. Pa tjetër si të dilsh jashtë a Kosovës, pika e parë do çdo i ri, çdo e re, çdo njeri, njihesh si i huj mas pari. Pavarësisht e ditë gjuhën as e di si huj. Ndërsa në vendin tonë, në Kosovën tonë, pika e parë në qoftë se je profesionist në një fushë, ki një projekt, një plan, në gjitha fushat mund të depërtosh më tepër. Janë 0 sekonda tamam me kohë keni përfundu. Agnesa. Fillimisht faleminderit për ftesën. Faktikisht unë qëndroj me këto që buri peshon rënë në vendin e vet, edhe si në vend tani nuk njihesh kërkon, pavarësisht kësaj. Ju kisha lutë mos më ndiku prej mendimeve të njëri tjetrit. Jo, mbu shumë rrethona që na kanë kushtuar neve për mos me dash vendin ton, kushtimisht po them mos me dash, se jo që se dojna, po thjesht politika nashta jo e mirë, thjesht interesa që secili kqyr interesin e vet, nuk mundesh të mu zhvillu mas pari në karrierë pa pas njofshëm. Unë personalisht po flas për eksperiencën tam, unë jam me master dhe unë nuk muj me si mëdhënëse në shkollë për shkak se s'kam të njofshëm. Okej, ke një minut, po? Po, kërë kërët mesin të për sekunda më i marë. Jo, deshta mund të lidh me kolegun që unë mendoj që është e kundër ta, sepse byrokracinë këtu pe përzin shumë me hierarki dhe me një standard të udhëheqjes për i lartë poshtë ose me një rregull që përcillet edhe që vazhdon me qenë, domethënë në bazë meritokracisë. Vetëm vend që aktualisht ndoshta unë edhe fatkeqësisht nuk isha dashur me krahasues me vendet e rajonit, që mundë me konë këgja këtu i prinë është për shkak të byrokracive edhe mos organizimit edhe strukturës udhëheqëse që më shkon bazë meritokracisë. Këto e dëshmojnë për çdo ditë mjekët që dalin, profesorë, kuadrat ndryshme që dalin protesta për kushte dhe për specializime të ndryshme, ndërsa Gjermania dhe shtetet tjera vinë na i marrin këtu të përgatitën hazër. Dhe kjo domethënë është fakt, nuk është dëshira jam, është fatkeqësisht një fakt real që çdo ditë ke kurse gjuhës gjermane plot, çdo ditë ke studentat e mjekësisë, qoftë mjek, qoftë infermier, qoftë çfarë do kualifikimi brenda organizimit të profesionit mjekësisë, që shkojnë çdo ditë jashtë, edhe në Kosovë ke probleme, domethënë rrinë me vite pa u punësu, pastaj kem probleme që duhet me qenë premtim elektoral çdo herë ajo pjesa e specializimit. Okej, tregoni. Kisha dashur më kyç atë pak të edhe taj Zoja edhe të ky zotnia, është do të më bëj dallimin. Perspektiva edhe jeta më e mirë. Tjetër është me pas, nëse më don keni perspektivë këtu më të mirë, tjetër nëse dëshiron një jetë më të mirë diku jashtë.